Kështu kujton gjyshin? Gjyshi e kujtoj atë plisin e bardhë që se ka heqë në asë një situatë, edhe atëherë kur është në një rrethim, për shembull, kanë hyrë forcat serbe dhe na kanë hyrë në shtëpi, ai se ka heqë kur plisin e bardhë. E kujtoj si një burr i cili mori për mbisupe edukimin e 5 fëmijëve të djalit të tij. Me njerë pas luftës ka mungu energjia elektrike. Edhe e ndeste një qiri, ose lampën, që kanë qenë ato lampat me vaj, edhe na rrethon të njëve fëmijëve, përjashtu motrën e vogël. Na tregon të histori të ndryshme vetëm për të na dhënë edukimin përmes historieve të ndryshme. Ka qenë shumë i prerë në ato që ka thënë, edhe ka qenë i panegociueshëm në kuptimin e asaj kur të ka thënë kthehu në kaq ora pas lojës që e ke bë me shok në lagje, është dashur të më kthy në ato orë edhe pse s'kam pas orë. Do me thonë, e ka marrë për 100% edukimin tonë. E përmendë që ai ka refuzu me pranu. Po, ai ka refuzu, edhe pak a shumë kjo menoj që ma ka ngjall atë shpresën te fëmia që si fëmijë po menoj që babi mundet me kanë gjallë. Sot emri i babit nuk është në lapidarin e dëshmorëve në Komoran, pikërisht për shkak të refuzimit të gjyshit, sepse ka pas shpresë që djali i tij ka më kthy. Me siguri ka njoft karakterin e tij edhe ka ditë personalitetin që babi ka pas, edhe ka besu shumë që gjyshi ka besu shumë gjyshi që djali i tij ka më kthy. Ne deri vonë nuk kemi arritur të fitojmë, themi, mbështetjen financiare shtetërore, pikërisht që nuk e kemi shpall babin të vdekur. Sepse edhe legjislacioni në Kosovë kërkonte që fillimisht të shpallet i vdekur, e pastaj të gëzonte statusin dëshmor. Janë procedura ndoshta birokratike, por të cilat kanë qenë të domosdoshme për me u bo, për me fitu atë financim material, që për neve ka qenë ekzistencial. I vetmi burim me të cilin jemi rrit, i vetmi burim me të cilin ne jemi shkollu, edhe i vetmi burim që e kam bajt familjen gjallë, se pastaj në gjyshi ndroi jetë, edhe gjyshja po ashtu, edhe vetëm ne.